Artriti reumatoid është smundje inflamatore. Cila manifestohet me ndezje, me përflakje, me ajtje të nyjeve, kryesisht të nyje të vogla të gishtërynjve, pa përjashtuar edhe nyje të mëdha. Caku i prekjes së format të artritit ne i them nyjet proksimale interpalingale dhe nyjet metakarpale palingale, po pa përjashtuar prekje nyjes së gjunit, kyçit poshtë apo të supet apo të bryllit. Një sëmundje që nuk e ka cak vetëm nyjet, po i ka cak edhe organe të tjera. Pra artriti reumatoid e prek membranën e muskujve, pra synoviumin, për dallim nga forma e osteoartritit do të sqarohet më vonë në kuptim të formës së indit kërcor të prekur. Sëmundja të reumatike, pra respektivisht artriti reumatoid e prek edhe indin trunor, i prek syt, e prek traktin tretës, e prek mëlçin, e prek mushkënit, i prek zorrën, zemrën, i prek anë të gjakut, pra të gjithë përfshirë. Sa më herët diagnostikohet problemi, aq më herët do të parandalohet komplikimet që mund të jenë begi sfiduese. Thënë të drejtë, në të kaluarën kemi pasur aq shumë komplikime si pasojë e artritit reumatoid, po fal evoluimeve shkencore dhe terapive të reja, inovative, jashtëzakonisht është stopuar zhvillimi i sëmundjes dhe tani numri i komplikimeve çdo ditë e më tepër shkon duke u zvogëluar. Artriti reumatoid manifestohet me ëndje të gishtrinjve të duarve, me shtangime mëngjesore, ku këto shtangime e tejkalojnë gjysmëore. Gjithashtu me kalimin e kohës mund të manifestohet edhe kufizim në lëvizje të ekstremiteteve, krahas tyre mund të jetë lodhja, plagështia, djersitja e durve, në raste të caktuara edhe temperatura. Sëmundje me shkak të panjohur, edhe kjo është sëmundje autoimune, me shkaqe të dyshimta gjenetike, ndotësit ambiental, duhani, alkooli, por ende me shkak të paditur.